Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, jam ulur në koltuk këtu, jam rehatuar dhe sot absolutisht nuk e kam ndërmend me lëviz. Nuk e kam ndërmend me u stresu se çfarë do të hajmë, a do të vinë mysafirët, çka do të bëjmë, çka do të bëj shefi, absolutisht se kam ndërmend hiç me u stresu, pikërisht për shkak se shefin e njoh një kohë të gjatë, kemi mbi 14 vjet bashkëpunimi fantastik. Kjo një. 2. Mysafirët i kam të gjithë si të shtëpisë, kështu që e di që do të vinë, si pat buke lëng me hangër, si pat ushqime të Hotel Emeraldit, ata do të vinë. E pasi përmenda Hotel Emeraldin dhe po i përmendi kështu edhe stacionet e benzinës të Hibit ku i hani ato sendviçat e mirë. Une sot kam ftuar, miq të nderuar, një mik timin të vjetër, nuk është i vjetër, është më i ri se une, një mik të kahmotshëm timin, Enver Shabanin, shef Enver Shabanin. Mirë se erdhe, Enver. Mirë se gjej, faleminderit për ftesë. Si po nihesh? Si shpitame. Si shpitane, të ho zemrën. Për ndryshe me Enverin jemi rrit bashkë, të themi kështu, dhe me Hotel Emeraldin jemi rrit bashkë për shkak se kemi bashkëpunuar shumë vite, thash mbi 14 vjet bashkëpunimi. Ti ke pasur me Klausin? Në vitin 2011, hera por që kam qenë, me Klaus Bushën. Edhe pastaj kemi vazhdu. Çdo vit. E kemi pas edhe në juri të emisionit, ku janë përzgjedh kuzhinierët më të mira. Mirë po, para se të vazhdojmë bashkëbisedimin me Enverin, me mikun tim dhe mikun tuaj, ju tashmë e njihni sidomos ju që e përcjellni rregullisht emisionin ton, unë do të doja që ta ndjekim dokumentarin të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni për Enver Shabanin. Enver Shabani lindi më 20 mars 1977 në fshatin Gaçk në komunën e Ferizajt. Fëmijërinë e kaloi mes rrugicave të fshatit dhe bankave të shkollës, ku për herë të parë nisi të ndronte për një të ardhme të ndritur. Arsimin fillor e përfundoi në vendlindje, ndërsa shkollimin e mesëm e vijoi në gjimnazin Kuvendi i Arbërit në Ferizaj në drejtimin matematiko-natyrar. Por, si shumë të rinj të kohës, edhe ai u përball me sfidat e një periudhe të vështirë historike. Në moshën 16 vjeçare, detyrohet të ndërpres shkollimin për shkak të represionit të regjimit serbo-jugoslav. Me zemrën plot ëndra të thyera dhe sy drejt një horizonti të panjohur, ai emigron në Gjermani, ku jetoi dhe punoi për 7 vjet, nga viti 1993 deri në vitin 2000. Me përfundimin e luftës në Kosovë, rikthehet në vendlindje për të kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje të re. Përkushtimi dhe vullneti i palëkundur e shtyn të punoj me pasion në sektorin e hotelerisë, ku për më shumë se 2 dekada ka dhënë kontributin e tij. Përveç jetës profesionale, Enveri është edhe një familjar i përkushtuar. I martuar dhe baba i 5 vajzave, ai gjen lumturi në dashurinë dhe mbështetjen e familjes, duke ndërtuar një të ardhme të sigurt për ta, ashtu siç kishte ndëruar dikur edhe vet. Sot, me një përvojë mbi 25 vjeçare si shef në Hotel Emerald, me punën këmbgulse dhe dashurinë për vendin e profesionin, është bërë shembull për të mirë dhe që sa herë të flitet për gastronomin, Enver Shabanin të gjithë ta kenë në maje të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. E ndoqëm dokumentarin, miq të nderuar, dhe tani po i kthehem shef Enver Shabanit. Shefit, gjithë jam mësu me thonë Enver, tash po duhet me thonë shef për shkak të emisionit. Mundesh më thonë vetë, s'ka problem. Kështu që, Enver, ne njihemi ka shumë vite, edhe i dim disa detaje për njëri tjetrin, për shkak se bashkëpunojmë shumë vite, por kur nuk jemi thelluar ma shumë për me fol për jetën, për punën, dhe a din çka, kom pasur në një përfundim që ne shefat i thrasim vetëm me gatu, edhe shumë pak i thrasim me na tregu për gëzimet e tyne, për hidhrimet, për brengat, për hallet, për jetën e tyne. Kështu që ne dokumentarin e pam, edhe pam ato dokumentarin në vetën e tretë. Shef Enver Shabani u shkollua kështu, por prej vetës parë, praktikisht ti personalisht, na thuj, kush është shef Enver Shabani? Pra, unë jam Enver Shabani, jam i lindur me 20 mars 1977 në fshatin Gaç, komunës Ferizajt. Jam fëmijë i tretë
i familjes Shabani. Do thotë jemi 5 vëllezër dhe 1 motër. Vetë që jam mësuar me gatu qysh në kohën e hershme, flet fakti që kemi këmbë 5 djemë dhe 1 motër kemi pas. Është dosh dikush minimum nanës me bodën sena për shpejt. Pse bashti? Po nuk di, ndoshta Ke qenë ma i urti. Ndoshta ma i urti nësham ka shku për dorë, nuk e di. Trego, ti qysh i vogël, po ju pastaj dolët familjarisht në Gjermani? Jo, vitet 90-ta prindim ka punu në kombinatin e drunit në Ferizaj. Po? Edhe na që dim gjenerat e vjetër, në vitet 90-ta prindet na largun për punës masat e dhënshme. Po? Esh për 6.000, 5 për 8 në shkollë. Po. Të vënë di sa është vështirë për një prind, mi pos 5.000 në shkollë edhe mëse pos tarë nga kërkaheq. Edhe në atë kohë ishte shërbimi ushtar ke obligueshëm në kohën e Jugosllavisë. Në vitin 90 e ftojmë vllahun tem të madhin për me shku ushtar. Ne e dim në atë kohë që shumë ushtarë u kthy në Kosovë në Arkival. Në Arkival. Edhe kemi bojkotuar në atë sistemin e ushtrisë. Vllau emigron në Gjermani në vitin 91. Kemi pas gjithmonë probleme me regjimin. Me pushtetin. Po, me pushtetin në atë kohë, se arsyeja këllon është që edhe baba jam flamurin me Shqiponia ka ngrit në kombinat drunit, kur i kanë largu masat e dhënshme. Se se kanë pranuar me punu në regjimin e Serbisë, kanë ndoshta më kënd lirë se këtë bota. Edhe në vitin 93, si një 16 vjeçar e marrë edhe rrugën për Gërbet. Ke udhëtu vetë? Kam udhëtu me një djalë migjës, Po. ai ka qenë më i vjetër, ai ka vdek në dies post. E me to kam udhëtuar në 2 javë kemi bërë rrugë, thon prej Ferizajt deri në Gjermani të vllau jam. Pa pasaportë? Pasaportin e kam pas të Jugosllavisë, atë kohë. Po. Mirë po, Në pa vizë. Do të thonë deri në Se 92-shin nuk vendosën viza. 93-ën deri në Çekoslovaki atë kohë, më ishte me shku me pasaportë të Jugosllavisë. Po me hy në Gjermani. Gjermani është me hy një ilegale. Si ke hy? Malit. Malit, a e frigu 16 vjeç ke qenë. Po ndoshta ti kisha pas mente se edhe nesër isha frigu, se ka qenë natë, ka qenë dimër, ka qenë nëntor, ka qenë borë. Por dosh me ecë na për lumej. Wow. Dhe sa kumë rrinë, sa që po edhe kumë dëshru. Mirë, më trego, 2 javë ditë nuk je lajmëru nanës. Nuk ka javë dhe të një. Kur je lajmëru? Kër kumë rrinë Gjermani atje, të vllaut, të në vllaut ka lajmëruan, se në atë kumë nuk ka pas as telefona. S'ka pas as rrjete sociale, sot diqysh më duket që kur jeton në diaspor, thuti s'jeton në diaspor, se pim kafe ty u shiku. Tash Gërbeti është bashkë shumë i letë. Po. E në atë kohë vllau thret kim pas dojtë baba të Ferizaj, edhe ju tregon që në vere ka mbrish në është e mirë, ta ndoshta edhe atë këtë e ka qëlluar me të në familje që ku mbrish në është e mirë. Edhe në atë kohë bashkë një termini, shembull çdo të shtune ose çdo të premte, prend arshin të ato të dojtë në Ferizaj, edhe unë një telefon. Mo po jo, vetëm telefon zonë kemi një. Sa vjetë se ke pa nanën? 7 vjetë. 7 vjetë. Mas 7 vjetë shtakimin, ma spjego pak për takimin me nanën. Është emocion. Çka të tha nana? Është një emocion i papërshkrueshëm. Se shumë tash unë kam vojën të madhe në Gjermani, mi me to flas për në telefon, është përzia me vogël. Mi po ti si një 16 vjeçar, ose jeton në Gërbet. Foti im është që kam pas vllahun atje, edhe kompos ku më mbështet. Mi po kërë më taku në onë, babon për atë parë, ka qenë më qëri pa përshkrushëm. Unë të si edhe rëve dhe është. Po e shë, edhe une u preka shumë se nuk mund me paramendu. Këtë e parashikana, Po. Nuk që është e parashikushëm. Mirë, jeni taku në Gjermania, jeni taku në Kosovë? Në Kosovë, mas ka përfundu lufta. Do me thanë, kur je këthy? 2 mitë? 2 mitë, nga këthy, këndë 28 nëntor, ka qenë dita e flamurit, që nuk ka arroja do të korë, që janë këthy në Kosovë. Edhe e këthy për gjithmonë? Janë këthy për gjithmonë, po. Mos me shku ma? Po jo, po jenë të akon që më këthyjnë janë Kosovë, me po Kosovë, mi po tafëve që to, mi po vlezit, më vëtërën. Edhe pas e vendose me vendose, nejtë. Nuk je këthy ma. Ti a ke shku ma pastaj në Gjermani? Po, shkojmë vizit, shpesh, her pas të shkojmë vizit, se në Gjermani mi jetojnë tash 3 vlezër edhe më vëtërën mi jetojnë në Gjermani. E vetëm ti je tash Po, edhe një vëlloha kam në Angli. në Angli? Tash unë jam i vetmi këto, që jetoj me fëmijët e mi, me 5 vajzat. Dhe vajza ma, si thash, është duke u shkolluar në Gjermani, me 2 prindë e mi dhe me bashkëshortën.
Mirë, Enver, 16 vjeç ke shku te vllau. Po. Vllau ku ka qenë ty punu? Ai ka qenë atëherë me një restorant. Po. Ai është non personi i parë që ma ka obdirë në një restorantit, edhe me po kuzhinë, çka do të thonë kuzhinë në një restorantit. Në vikend do marrë ke shkojsha punojsha me të. Derisa do të thash gjomani punësës Nuk rrihet. nuk rrihet, edhe familja në Kosovë kishte nevojë minimum financiarisht. Se o dike që prindi veç ishi lagun prej punës. Dhe fillova ta ashtu hapa sopi, vllove që kishte rrethën e vet, shoqëtinë e vet atje, dhe ma gjatë një punë të një shoketina. Çka ke punu mas pari në kuzhinë? Mas pore, kuzhinë si çdo njoni, kilon e pjatë, ke bo një Ke sallatë, qiru patate? ke qeru patate, qep, e kështu. A ke pastru kuzhinë? Pasu kuzhinë në fund, Këto janë hapat e të gjithë shefave që i një, edhe është, mendoj që janë hapat më të domosdoshëm për një shef. Për shkak se e mëson prej themelit se si funksionon një kuzhinë, se pa pjatë të lame, pa qerim patatesh, pa pastërtit kuzhinës nuk ka asgjë. Mirë, 16 vjeç ke qenë. Sa vjet ke nejtë qështu, do me thonë, si punëtori thjesht në kuzhinë? Po në atë kohë, kur kom rrinë në Gjermani, nuk e kom ditë gjuhën. E interesant ka qenë se kur nuk takova me atë shefin e parë aty, vëllai ke shok, edhe shkuam, ai filloi të folë këtë diçka gjermanisht, sens më sharash. Veç ja, edhe kur gjë më shumë. Tash u detyru vëllau e mor komplet menyn, edhe më përkthy, pe gjermanisë shqip. Edhe çat menyu e masha ku shesha shpë mbrëmje, e lezojsha. Edhe mësojsha çu i thonë shembull kepës, hudës, edhe sa ne. Çu i thonë kepës? Cfibel. Cfibel. Po interesant është që artishokën, shumë për herë të kisha po në Gjermani. Nuk di që shka dhe shokët. Edhe po ban vëllau thotë qysh me alon thamin që sonë, se në Kosovë thas ka posta kos, dyq me thonë shqip. Edhe ashtu me nu shemenja, thash po më duket se më kon qep e kolbër. Çashtu ma që kemi mollë, se ke poshta konservume. Edhe është një rast interesant atë që kur më lup kesha më shefi, janë bëjmë do artishokën, e lezesh aty atë qep e kolbër, e di sa shka u të lyp. Edhe mash edhe dërgesha shefit atje. Okej, kur kalove praktikisht në përgatitje? Po atë kemi kalu përgatitje shumë shpejt, arsyeja se ai shefi jam, po ne kemi 2 djemt të gruan. Mirë, po familja tine po ne kemi vetëm masdite. Se ishte në shkollë, edhe gruaja tine është më tradicionale. Po. Edhe drimin e masditës, arshi po ne ishim bashkë në restorant. Që më është dosh minjarë më morë me përgatitjet, do në pili dhe sport gati më me përgatitje, se paraditje ishte veç unë edhe shefi. Tash normal shefi rre, punëtojë dhe migri qepte, patatet e këtë se e tjera. Mirë, kur e ke pregadit recetën tonë të parë, do me thonë, kur ta ka leju shefi që një recet që e ka kriju aj, ta bësh prej fillimit deri në marim vetë? Mas pari, recetën e parë këmë bo për mangë për veti. Ka pëlqy? Po edhe mos më pëlqy, këmë thonë super këka. Të në mandej, kur ashin shoqënia, pëllëlipshin t'i shka dhe shqipë të këtë në verë, vazhda, vlau, të filin e falenderoj shumë, a i më ka një mu tepër. Vlau. Vlau, quhet Gazmen, a i falenderoj 100 herë. A i më ka një mu shumë, ka përkrau gjithë mënë, se në atë kohë kam qenë shumë miri. Sa mirë, shumë mirë. Ndëgja, Enver, tash ti e kthy në vitin 2000. Jam kthy vitin 2000. Je kthy i përgatitur plotësisht. Je kthy si kuzhinier apo si shef? Jam kthy në Gjermani, kam ndërru disa vende të punës, kam qenë si kuzhinier kryesor. Po. Në 7 vjet kam provoj punë që punë në për restorante të ndryshme, restorante italiane, greke, turke, kështu që me një farforme është kompletu gati komplet kupa e një kuzhinierit. Dhe kur u ktheva në vitin 2000, vendin e parë të punës që kam startu, ka qenë Hip Petrolli. Edhe s'ke lëviz. Edhe sot 24 vjet s'kem lëviz. S'ke lëviz. Po, une shumë e besoj që çdo firmë, çdo kompani, punëtorin e mirë nuk e lëshon. Kështu që prandaj edhe ne bashkëpunojmë shumë mirë, për shkak se ke qenë bashkëpunëtor fantastik i emisionit tonë, si kur në diçka po zihet, ashtu edhe në majë dëgjues, e di edhe mendimin edhe të pronarve dhe të menaxherëve për aftësitë e tuaja dhe për menaxhimin e qetë që e bën, se zakonisht shefat bërtosin kuzhinë, për ty thojnë është shumë i qetë, shumë i durueshëm, kërset ka njëherë, po. Dhe kam 30 sekunda.
Po, qaqë. Qëta 3 sekonda letëru vënë, mas anejna jemi në regullë. Po, është shumë normale shefi me kërcit. Për shkak se puna në kuzhinë është tepër edhe me stres, edhe ki punë me klienta. Për shembull, në Emerald, si shef në Emerald, ju keni në Emerald ndeja shumëta. Mos të flas vetëm verës, por edhe gjatë komplet vitit të gjitha konferencat, të gjitha edhe këto shtetërore, edhe jo shtetërore, të gjitha gati, ju jeni si një koqirë, të themi kështu. Sa stres të kap në çato momente, edhe çka e mendon si sendin e parë, çka mundet me shku keq? Po, provoja pa në të vetën. Në që se ki provojnë në duhur, nuk i nevojë me fregu. E ki edhe bashkëpunëtor. Në që se e delegon punën të se cili me kry punën e vetë, nuk po shka shkan keq. Jenë rregull. Jenë në rregull. Në që se cili krynë që ato që ti thuk, ti kemi bëhë këta, ti kemi bëhë këta, ti kemi bëhë këta, nuk me në që shka puna keq. Nuk më dëshu kërë që ka më dështu një darsën, ose një organizim tjetër, një bife, një qka. Mirë, në fillim je kthy si kuzhinjer. Si krye kuzhinjer. Po. Si kuzhinjer i kompletum. Mirë po, pozicioni i shefit përmban diçka dhe më të madhe praktikisht menaxhimin e kuzhinës, menaxhimin e financave të kuzhinës, atë 20% që zakonisht hup se i blen një 20 kg domate, sidomos për hotelin e juj, një 2 patu prish është e pamundur, një 2 kg patu prish është e pamundur, kështu që ti ke fillu edhe me menaxhu edhe atë anë. A ishte e lodhshme, a është e lodhshme? Po, ishte e lodhshme, po unë e kom pas fatin edhe në Hotel Emerald, që ishte vitit e para të hotelit, me punu edhe me Klaus Bushin. Po. Edhe piti kom su shumë qka. Njëri prej shefave më të mirë, po themi që ka ardhur në Kosovë. Me ato kemi bashkëpunu 3 vjetë e gjysë. Dhe në këto 3 vjetë e gjysë, dhe me thonë, unë nuk më ditë, mi thonë, falë shef, a ba me shku të shpia se këm kryjtë të tërë punë. Ka ndodhë që në ratet jemi taku, kemi pikafër me mëngjesit, kemi diskutu për planin ditor, dhe në ratë 12 kam qenë punë. Ka njerë kërë marrë ke vesh, a e qune isha 12 orë, si 16 të punë, të kene verë, mos më këshë mu, kur ta krysh punën, hecë pa harroj, so shpejt për e të sahatë. Po veç krejt kjo punë e jotja është shpagu me përvoj, edhe është shpagu me një trajtim komplet tjetër, për shkak se pronari, ashtu si thash, pronari i kompanisë e donë punëtorin e mirë, edhe e donë punëtorin që e donë punën e vetë. Më të regot është, pronari e donë punëtorin, por, si ka reflektu kjo në familje, atë ka thonë gruaja ku je deri tash? Po, unë kur jam taku me grune, ka di që me jam kuzhinjer. Shumë pitit të spore ka di që punë e me nuk ka orë caktu. Ga njerë jenë shpe, e ki ditë pushimi, edhe pa primas hinë 100 musafer, 200, edhe thirë hoteli, thotë, halo, edhe duesh me shku. E ti veç je bo gati me dalë me gru, edhe duesh mu këthu. Gruja rrët e shpia. Edhe gruja nuk reagon? Ka një herë. Ka një herë reagon, po të ashtë... A, qka të thotë? Nuk që reagon të qka ti përse e den punën në sajme, e dera në sinë, edhe dhe që nuk vëllo kërë punën mas dorës. Punë është familja gjithmonë primare, kuptohet ajo. Pa tjetër. Mirë po na peqësoj punën edhe për ushem. Po në 5 fëmijë shkallojmë peqësoj punës. Absolutisht, po. Edhe kështu e kuptan. Da më thonë, është gjithë ka e kuptushme. Shumë mirë. Mirë, Enver, më trego. Në shpe, ti punon shumë, 12-16 orë, në shpe, a gatun? Na i herë. Rrallë. Kush gatun shpite ju? Gruaja. Gruaja. E nana? Nana... Ka gatun, do shpe. Ka gatun me herët. Mirë po në vitin 97, në 2007, e ka pas një operacion, edhe ka u pëshkimin. Edhe pesë e kohës, të më thonë, tash gruaja që kujdeset edhe për prindin tem. Edhe për shtëpinë. Edhe për babën, edhe për nanën, edhe për fëmijët, edhe për shtëpinë, edhe për krejt. Edhe ajo pas ka orarin 16 orë. E ka ndoshtë edhe më gatë.
Ajo dhe Kështu ma që shef të shtëpia është gruaja, unë jam shef jashtë shtëpisë. Shef jashtë shtëpisë. Shumë bukur. Shia e nanës, sa të ka përcjell ty atje, a e lypshe për shembull në Gjermani shijen e nanës, najtave që ta ka bo nana, naj pite? Shija e nanës përcjell gjithmonë, deri në vdekje. Unë nuk mendoj që dikush mund me harru shijen e nanës. Sa duhet që je kuzhinieri mirë i Zotit, në qoftë të shtëpia që thove në fillim të misionit boke lang, në qoftë të ka qitë nona përpara boke lang, është më mirë se më kaviar ose salmon ose kujtën çka në një restoran me 5 yje. Edhe të përcjell. Pa gjithë. A ke provu ti për shembull me pregadit atje sa ke qenë në Gjermani ndonjë recetë që e ke hangër prej durve të nanës? Po, zakonisht janë këto recetat patatën në forë, Tavë me oriz. orizin, po. A ki provu pite me bo? Pite jo. A dir me bo pite? Nuk më provokuar. Kur? Jo. Unë e di që në Emerald të livdojnë shumë për mish. Sot, çka do të përgatisësh? Sot përgatis me kotlet viqe, Po, edhe me file medaljoni, medaljon viqe të me file medaljoni, shumë bukur. Okej, përcjellin në e Emerald të Zotë, përmendim që je maestro i përgatitjes së mishit dhe prandaj nuk të kena nguc hiç me shtinë për ato rrugicat e brumnave për shkak se e kemi mama Mantin, mama Mantia ka me sjell të gjitha ato, ndërsa në këto qaste unë do të shkoja pak edhe në këto ditët e sotme, se e folëm praktikisht minin edhe rinin, po në ditët e sotme, ti pos që je në Emerald, ti bën menyn edhe për të gjitha stacionet e benzinës të hip petrolit. Edhe ne shpesh kemi komuniku kur jom nalun e të hibi. Po, edhe enver, kështu e hongra një sandwich te për i mirë veç. A munën një mi bo dhe me rukolla, ose a munën një mi bo veç vegetarian. Me djathë. Po, me djathë, po, se unë e du djathin shumë. Edhe e di që i ke fut edhe në meny, edhe për personat që praktikisht nuk dojnë me mishtat, ose me mishna, ose me pule, çka di une. Qysh po shkon që ajo pjesë? Po mirë, ajo është një pjesë që shkon mirë, nuk që është keq. Ajo, nëse nuk ke kohë me prit me ongër në restoran, se ne në hibe kemi 2 lloje sandviçave. Po. Një lloj kemi në furrë që e bëjmë, edhe një lloj kemi të ftoft, ose në toster, ta për klientit që krijon. Kështu që është mirë, nuk është. Unë zakonisht nalla i blej sandviç atë dhe vazhdoj rrugën, ty shku për ulqen. Kështu që ushqimin e hibit nuk e njoh atë pjesën, do me thonë që i ulesh, rahatosh, sikur këta që i kthehen prej kafeve, prej ashtu, por i njoh sandviçat, i njoh croissonat, i njoh të gjitha, kafen e keni fantastike, por muj me të thonë që pije pak kafe të Vilvetës, edhe na e kemi kafen fantastike këtu. Edhe na vjen prej Austrisë dhe plus shitet edhe në për marketet tona këtu. Por, po du me te hibi praktikisht, komplet qatë meny, pos menys së Emeraldit, edhe menyn e hibit e bën. Sa është e vështirë? Po në hep, shemë në gjithdo pikë, që kem 24 pika e këpo hibi, e ki ka një shef që është pak ma i vjetër, që përna ma shumë. Mirë po, sistemi jonë të hibi është që në gjithdo ndërrim është shef i kuzhinës. Po më kuzhinirë është shef i kuzhinës që i delegon punë të pizzamenit, dimësit dhe krajt. Dhe kur mjemi për meny, mas po më mërë parasysh klientit që ka po kërkan. Edhe shkërën post edhe kërkesat klientit. Shemë në restoranët e hip petrollit, ki menyn të ramushme. Të më thonë duke fillu pej sandviça, pasta, pizza, misht biftek, misht pulës. A kanë drejt me ndryshu recetën? Jo. Ate po e thëmë, dhe me thënë, ti e bën recetën, i mëson si me i pregadit, ata duhet me ju përmbajt në strikt. Kemi shembull normativat, që çdo meny ku të përgatitet, shkruan normativat. Sotët me pas shembull një biftek 100 gram mish, 100 gram perime, edhe dhe për gjitha kuzhinat të hibit janë normativat. Kuzhinierë kam ju përmbajt normativat të ushqimit. Kjo është arsye që edhe mëse pas edhe humbje. Se dikush shembull në çështë të biftekin e ki 200 gram, ja që 250 ose 300 gram, faktikisht e që 100 gram i ki humbje. Për me evitru humbjet, jemi
strikt të kuzhinierat, të pizzamenat, të ndimësat që me punu me normativë. Shumë bukur. Unë, si të thash, unë zakonisht sandviçat i një, edhe do me thonë, kur të shkoj unë, kur t'ja lypi një copë djath pak ma shumë, veç duhet me ma dhoni një porcion djath se për... Po, ashtë është. Mirë, sa i ke dur të shlira ti për me ndru menyn? Po, në para kesh, kur të pone me përgatit një menu të rej. Ulmi shumë me kemi në gjerat e pikav, janë, si thash, kuzhinierat, edhe këqymi kërkesën e klienta. Në që ose tash e marrë dhe e analizoj, qatë menu, edhe përgatës, e qasë fotografi, janë zilë normativin, janë zilë me kasën sona kushtuan se më që këpjot për me do të klienti, atëra normal janë shumë pronarët, servojme edhe pronarëve, që me po edhe ata. Në që ose tash ato janë të knaqër, kuptuat. Mirë po e kemi këtu në Heb, në Emerald, unë me të vërtet, ju që po thamë këtu në investinë ju, po me të vërtet punoj së më kënë restorante ose hoteli jam. Qashtu, që 24 vjetë më jam po njëri shpis. Praktikisht menaxherat dhe pronarët e Emeraldit e kanë kuptu që shef në kuzhinë është shefi i kuzhinës. Qashtu është. Jo pronari. Për shkak se pronari mundet mos me, jo mundet, në shumë të në rasteve nuk din, për shkak se nuk ka punu kur si shef kuzhine, prandaj autonomia e plot duhet t'i jepet shefit, ata ta kanë dhënë, prandaj edhe jeti aty që 20 vjet, sa po të bëhen 24 vjet, që 24 vjet edhe plus Emeraldit po i shkon shumë mirë. Gjithmonë ka pas lavdrata edhe për ushqimin, ka pas lavdrata edhe për përbërësit që janë të freskët, të mirë, edhe praktikisht për përbërësit që keni kujdes se ku i merrni. Do me thonë, bravo ty, bravo ekipit, bravo të gjithve. Edhe një sen tash me të pytë, në për pika ju keni shumë kuzhinjera. Në total, Emeraldi edhe Hibi, sa kanë? Po në që se logaritmi edhe me vetëm me restorante, janë të këndë 700 punëson. 700 familje. Do me thonë, pa pumpat që qësë naft, derivate, edhe pa marketet që janë, se gjdo hebe ka marketin, e ka restorantin edhe ka pumpën. Do me thonë, dolim binimi pëndërë, saksesht nuk pedive që... Një 700 janë vetëm në për restoran, vetëm gastronomi. Ty përfshi edhe Emeraldin? Po, me Emerald, po. Do me thonë, 700 familje jetojnë prej punës që e bëjnë në këto restorane. Ato janë 700 rroga që paguajnë tatim. Gjdo muj. Gjdo muj. Bravo. Bravo. Dhe bravo që je pjesë asaj kompanije. Tash. Edhe një diçka të vogël dhe pastaj shkojmë në diçka me spec. I kemi një 5 pyetje aty që zakonisht i pregadit Ben Apolloni, regjisori jonë, edhe kemi një SMS pazarar. Por deshta vetëm edhe një gjë të pyes. A është më lehtë të punohet në restoran lartë, ku është një menu komplet tjetër, është menu gastronomike të themi kështu, apo është më lehtë të punohet me 200-300 klienta, të cilët vinë për darsëm, e pinë kaj gotë raki, janë qefli e qka diune, edhe do me thëna është ma lehtë me punu në altë, ku shia me gjithat e klientave në altë është pak ma e stërhollume, në krahasim me shijen e dikuj që veç oborot. Po, na e kemi punëtorët e domë. Do të thonë, punëtorët që punën a la carte, që qymë në altë, ai nuk përzihet poshtë menujat e dorshme ose të heqjë tjera që janë. Ai e din çka ka punën e vet. Do sa ky që punon me 200-300 veta, ky nuk e përzihet në altë, që shka me bë. I kanë punë të domë së tëllë. Po qëto kjo të na është si zinxhiror, sikur restorantet që kemi zinxhiror. Domthonë kam mësuar sistemin. Në qoftë se tash një produkt vjen i ri, gjithmonë ka më dol mas produktit që e ki atë. Domthonë është in edhe out. Në produktin i vjetër që mos po të prit, që thonë më herë 2 kg domate. Çashtu po. Është sistemi çash mirë i rahatum prej neve që Sa është kontributi yt në çat sistem? Po, në tash që 24 vjeç më që më thonë. Mund të them që kontributi yt është 70%,
se kontributi pastaj edhe i stafit aty që i përgjigjet edhe... Po, absolutisht. Unë tani do të doja të kalojmë në një pjesë tjetër. Faleminderit shumë Enver për gjitha këto informacione dhe të faleminderit që je kthye nuk e met në Gjermani. Bolle keni lon vllau në Gjermani në gastronomi. Ai ka një ice cafe apo? Ice cafe vetë ka vllai më po. Në cilin qytet? Dortmund. Në Dortmund. Aty punon dy vllaznia bashkë. Do të thonë qendër apo është në periferi Dortmund. Në periferi, ice cafe, kur të shkojmë në Dortmund do të shkojmë të pim. Atje edhe kafe. Shkojmë atje thënë se vije dhënë. Shkojmë bashkë me Enverin. Enver, tash është koha një SMS-i pa zarar, por para se me shku të SMS-i pa zarar, unë do të doja, praktikisht tani ta ndjekim recetën e Olës. Ola ka përgatitur për sonte disa qofte në salcë. Ta ndjekim recetën edhe shkojmë të SMS-i pa zarar. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recept. Nuk po them re se sigurisht e keni përgatitur edhe ju në shtëpitë juaja, por na zakonisht qoftet ato goglat i bojmë me qërvesh. Receptën më të mirë të cilën e kam hongër ashtu ka qenë në Krushën e Madhe kur u preshin pastërmat. Kurse unë sot do t'ju tregoj një recept se si ta përgatisni qoftet ose goglat me salcë domatesh. Për ato ju nevojitet 750 ml salcë domatesh, 2 kg mish, qep, nive, troshat bukës, kryp, biber, edhe ato tjera që do t'i shihni me radhë. Prandaj e merrni një herë mishin dhe e veni në një enë. Pastaj ja shtoni qepët. Pastaj nive. Dy lugë troshat bukës. Varet sa keni mish për shembull, nëse keni më shumë mish, atëherë shtoni më shumë ose më pak, varet. Pastaj shtoni piper të kuq. Piper të zi. Pak piper me fara, bluër. Unë shumë e pëlqej pak me qenë ashtu pikante. Edhe është i shëndetshëm, edhe jep një parshije të veçantë. Po ashtu krypen e uroni, e cila është jashtëzakonisht e mirë, është e trashë, kryp veti. Mund ta bluni ose mund ta përdorni ashtu trashë si të dëshironi. Për me qenë edhe ma perfekt, atër për jashton edhe pak kryp të malavet të aurës. Thjesht kara gatimi është si një farë simfonie të cila përbëhet për një orkestrë shumë të mirë. Unë zakonisht, kur nuk jam pa disponim ose nuk jam mirë, gatuaj shumë. Për arsye se ajo me relakson shumë. Prandaj, shfrytëzoni këto sepse thjesht gatimi të largon për çdo brengë, për çdo mundësie tjetër, sidomos kur doni me kombinu ato gjana, atëherë është thjesht një simfoni e bukur duke gatu. Atëherë po i vaj dorëzat edhe po fillojmë tash të përgatitim. Tash pasi keni hull të gjithë përberësit këtu, atëherë e merrni dhe e ngjeshni shumë mirë. Thjesht e ngjeshni tamam si me dashme nxon brumë bukës. Sa ma shumë e ngjeshni, aq ma e mirë dhe ma e shishëm bëhet. Kisha shtu edhe pak vaj ulliri, për arsye se jep një shijet mirë, vetëm pak. Dhe pra filloni të gjeshni mirë. Dhe tashte, besoj që ky brumë është ngjesh mjaft. Dhe tash, pasi keni gjesh mirë, kishte qenë mirë me fut në frigorifer me lënë dikon gjysore apo një orë.
dhe të qëndrojnë kjo. Por, për të arrujt dhe mos mu shpërndo aroma e mishit dhe erzave, të cilat jojnë aty me marë frigoriferi, atër unë ju propozoj të amshtjelni po ashtu me fino, letrën, apo folin, apo celofani, si të doni, i thuni të finos e cila aq bukur e këputhit dhe aq mirë e palon sa që mund të lene në frigorifer pa kur fart problemi. Dhe këto e mbuloni kështu mirë dhe për me qenë brumi maj mirë dhe maj sukseshëm, atër në fut një frigorifer dhe e leni gjysore deri në 1 orë, varen sa keni mundësi. Dhe ta shubo gjysore dhe mundemi me fillu me pregadit qoftët. Ja përshini sa mirë, një aromë jashtëzakonisht e mirë, e marim një tavë dhe i lym pak durt me vaj, për arsye se ma mirë formohen qoftët, dhe fillojmë me formu qoftët. Qoftët i boni trumbullakta. Më thonë në gjuhën popullore, zakonisht to i thonë gogla. E lyni pak tavën me vaj, dhe filloni me formu goglat. Goglat duke formu, duke i lanë këtu në tavë. Furën paraprakisht e dhezni dhe e lëshoni në 250 gradë dhe në maksimum. Dhe këto i pjekoni dykon deri në 20-30 minuta, deri sa të vreni që në 2 anë janë të skuqura. E fundit, i rendisni kështu mirë në tavë, të lyer me vaj. Tani e merrni këto, e futni në tavë dhe e pjekoni 20 deri në 30 minuta, deri sa të skuqen në 250 gradë. Shikues të nderuar, tani deri sa të piqen ato, na mundemi me njëherë me fillu me pregadit salsën e domateve të cilat ja kthejmë qoftëve pasi që të piqen. E merrni kështu një tigan, i shtoni pak vaj, 2 thelbi hudhër, e veni këtu fillimisht hudhrën, edhe borën zakonisht normal në kuzhinë është diçka që faktikisht ashtë jo bërë pashmangshme letra kuzhine, sidomos nëse përdonit borës, është e butë, tamam si borë. Atëre, i përzini hudhrën pak, derisa fillon aroma e hudhrës me undi. Zakonisht kur të fërgohet hudhra kur nuk guxoni me lonë me u skuq, ose me qepa skuqet, kurse hudhra jo. Në momentin që fillon me ndëgjni aromen e hudhrës, ajo atëre duheni me largu ose mishtu përbërësi tjerë, për arsye se momentin që ajo skuqet, e hup edhe shijen e vetën dhe bëhet si e idhë. Prandaj keni kujdes. Dhe tani këto bashku i përzim pak derisa të skuqet qepa. Kësaj mund të ashtjoni edhe 2 deri në 3 gjethe dafine, edhe kur e veni dafine në vaj, i njihet shumë aroma. Dhe këtu e kemi salsën e domateve. E këtim salsën. Në shishtojmë pak sip. Pak piper të zi. Dhe tash si fillon nga pak me u zi ashtu, e ulni temperaturën dhe e mbuloni dhe e leni kështu pak të zihet në vete derisa të piqen qoftët. Tani qoftët janë skuq dhe mundemi me nxjerr mjashtu salsën. Furën e lajmë të ndezur për arsye se duhet me kthy prap, pasi që ta shtojmë salsën, duhet me kthy prap
në furrë. Dhe thash, kjo mjafton kështu. Tove si shtojmë, pak magdanoz të freskët. Nëse nuk keni të freskët, atëherë mundeni me shtu edhe të thatë. Tani, pasi kemi vu magdanozën, atëherë për me bo kjo ma komplet, ma shishme, ma mirë, atëherë marrim edhe djathë mozzarella, but, dhe ashtojmë diku. Dhe këto tani, kështu komplet, e fusim në furrë dhe pjekojmë për 10 minuta. Dhe tava është e gatshme dhe tash mund të nxjerrim prej furrës. Po duket shumë mirë edhe ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Shikues të nderuar, kjo është një tavë që tash ti mundeni me përgatit edhe për familjet e juaja për Ramazan, për arsye se kjo hatë edhe ftoftë është jashtëzakonisht e mirë, për arsye se ka dhe atë lezetin e vetë ftoftë. Dhe janë një tavë shumë e mirë, shumë e lezetshme. Unë ju kisha përshëndet, por unë këtë tavë tani do të dërgoj të Xheri, për arsye se atje vjen një shef shumë i mirë. Prandaj është një surprizë e imja për ta, por për të duke edhe ma e bukur, atër do të mbështjell me letër alumini të finos, e cila është në domotive jashtëzakonisht të mira, dhe po ashtu e ka të efektin e vetë që të duket bukur dhe mirë dhe higienik. Prandaj, unë po e mbuloj dhe po e dërgoj të Xheri. Shikues të nderuar, deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira. Tash, Enver, unë po ta dërgoj ty një mesazh, mos e shiko, copy and paste në 5 numra. 5 miqve tu, gruz, naj dostit, naj vllaut, jo, vllazën sun të vinë, vllazën po. Se gati e tregova mesazhin, po 5 dostave që ajo, edhe grus mund është mjaqu. Ovi që? Po, lirisht. Mos e lexo. Dhe kjo rubrik pëlqejet shumë te Autofolja Xhelali. Xhelali t'i pëlqen kjo rubrik dhe është sponsor i kësaj rubrike, miq të nderuar. Na pëlqen edhe neve se zakonisht dalin përgjigje fantastike që na shtin me qesh shumë. Kuj po ja dërgon? Ja dërgon Zekës, një? Zekës. Edhe Zekën e kemi mik shumë të mirë edhe është gjithmonë pranë nesh, sa herë që ne kemi nevojë që ta kemi një shef në kuzhinë dhe Enveri nuk është këtu, ose ka shku në Dortmund, ose është i zënë, ne e kemi Zekën si dorë të djathtë dhe të majtë të Enverit, zati këta janë kolegë shumë të mirë. Miq të nderuar, derisa Enveri t'i dërgoj SMS-at, ne ndjekim tani recetën e rudit. Përshëndetje miq të dashur. Sot jemi duke përgatit një recet me të bardha të vezëve. Shpesh herë ju kom thonë gjatë përgatitjes së recetave që kur t'ju teprojnë të bardha e vezë gjatë xhirjes së kremës, që e përdorim të krema të kuqen e vezë, me rujt të bardhën e vezë në frigorifer, pasi që mund ta përdorim për receta të ndryshme. Unë sot kom i përgatit meringue me kremë të vanilës, edhe pastaj do shkojmë të bëjmë gati dhe të shkojmë të shefi dhe të Xheri, pasi që po na presin që të shijojmë ushqimet e shefit, si dhe ëmbëlsirat e mia. Vazhdojmë. Fillimisht e marrim të bardhën e vezës, e ndajmë nga e kuqja. E kuqja nuk na duhet, kështu që po e vendosë këto. Unë po e përgatiti një sasi të vogël,
procesi dhe na duhet sheqer. Zakonisht, për përgatitjen e meringue, sasia e sheqerit dhe e të bardhave të vezëve është e njëjtë. Këtu i kemi parafërsisht një vezë përmban 30 gram të bardha të vezëve, ndërsa 20 gram janë të kuqet, edhe i vendosim sheqer. 20 gram i ka një lugë sheqer, kështu që ne do t'i vendosim 3 lugë sheqer total dhe do i tundim me mikser. Kur keni sasi të vogël të vezës, mundoni që me vendos në një enë shumë të vogël, që me utun sa ma mirë e bardha e vezës me sheqer, edhe me fitu një masë homogene, të është edhe për e sheni këtu. Masa është deri sa qëndron kështu e bardha e vezëve. Do shta po e vrini që nuk po vjen në mikser. Na duhet me shtu ose një gjysmë lugë mjell ose një gjysmë lugë një sheste, varësisht çka keni në shtëpi. Unë e kam mjellin këtu, kështu që po ja shtoj gradualisht. Dikush preferon me i shtu edhe një sasi të vogël të kripës ose langun e limonit, kështu që është individuale mënyra se si dëshironi me përgatitjen 2-3 mënyra. Repërzim me shpatull dhe vendosim në qese të pastiqerisë. Në 130 gradë kemi me pjek për 20 minuta. E marrim sasin e vendosim në qese. Komplet masën. E kam këtë formën e metalt në formë të lullës, kështu që kemi me përdor tani. Tepsia është e gatshme, tani e marrim letrat për pjekje që janë më të mirat nga firma Fino, edhe që asë nuk ngjitet peta, e ka sasin e yndyrës mjaftueshëm, kështu që ju rekomandoj që t'i përdorni për pjekje pasi që janë fantastike. Dhe vazhdojmë me përgatitjen e meringueve tona fantastike. I vendosim në këtë formë. Unë po e përgatiti një sasi të vogël, 3 copa, ndërsa pas kamerave pastaj përgatiti sasi më të madhe se jemi më kallabllak atje. Kështu që edhe një që kjo si lule e vogël na del. Sa e hajmë kështu për qefi pas pjekjes. Miq të dashur, po vendosi për pjekje edhe pastaj po vazhdojmë me përgatitjen e kremës derisa të pjeken meringuet tona. Miq të dashur, meringuet tona janë pjekur. Këtu e kam vendosur pluhurin e kremës së vanilës, kam kombinuar panën dhe qumshtin, po i vendosi mbi kremë dhe fillojmë gradualisht derisa të troshet krema. Krema është e gatshme. Një recetë shumë e lehtë për mu përgatit, si dhe procesi i përgatitjes është brenda 1 ore përfundohet komplet receta, kështu që mos e leni pa e provu në shtëpi, pasi që ja vlen, sidomos tash para kohës së iftarit, për më shku koha ma shpejt, qoni me marru diçka. Çka kemi? Unë i kum pastru drezat, si dekor, mundeni me fruta të ndryshme, mundeni edhe me reçelë për me i vendosë çka do që preferoni. Qesim nga një drezë dhe jam i të dashur, kjo është receta të cilën ne sot e përgatitëm për shefin edhe xherin. Tash po vazhdojmë shtëpi të bëjmë i gati dhe të vazhdojmë tek xheri, pasi do ta kemi një nej shumë të mirë. Deri të diellën ardhshme, mirëmbëjtje. Miq të nderuar, mesazhi për miqt e Enverit është ky. Tung, a mundesh me ardh deri te Hibi aty te Emeraldi, ta pim nga një kafe se po du me të tregu diçka që s'po muj me ja tregu kërkujt tjetër. Ka të bëj me një recet ushqimi. I ke intrigu. A ke marrë ndonjë mesazh tjetër? Që një e ka marrë. Unë gjatë tjeta shef. Po?
Gabimisht më ke shkru. Gabimisht më ke shkru. Zeka, tu përgjesh Zeka? Zeka, për momentin nuk më orë se kam lugë. Opa, shëqyr këqia lugë. Pas ka punë Zeka. Ka punë, shumë bukur. Tjetër? Ky shokët tjetër, ky devoja, mos më ke thirë gabim. Thire. Qite një interfon, Bo dhe për shalaj sa. Letë shanë, s'ka lidhë. Devoj që do bon? Me s'ma ke qumë mesazhin gabim, no? Ju Allah, njëre për kofi thirët ka njerë, ju veç për punë. Ha? Njëre dhe për kofi thirë ka njerë, ju veç për punë. Aha, i ku je? Jam të Qeglavica. A të me nejtë është të me mo? Po një gjysësorë më mene që jam atë. A, të pro, po shimë me së dhonë që të përne e kështë të shku. U kry. A ke pizzeri? Po pizzeri jem. A të shimë, ka. Ku kry. Aj si. Edhe pajtimi tash niset për te. Për të hibi. Për të hibi edhe Qeglavica. thot, po bre në veri. E përfundua me SMS-in pasarar, inshallah, nuk i dhnohet pajtimi. Nuk ma me vetë. Edhe mjë nuk pajtu ma 5 shok jem që 20 vjetë për në bashkë. Që janë ja 2 kafe edhe prej meje. U kry. Kështu U që. kry. Tash e kemi radhën me pytjet me spec. Hajde, praj këftë. Pytja? Fjallën e parë dhe të fundit në kuzhinë e ka shefi, atë fjallë në midis a i kanë pronart apo stafi. Fjala e parë dhe e fundit në kuzhinë e ka shefi. Ndërsa ato fjalët në midis, a i kanë qka? Pronart apo stafi. Pronart apo stafi, po. Unë Kush mendoj ta konteston për shembull recetën, kur e krijon recetën e re? përveç pronarëve s'ka kush e konteston, domethënë. A nuk tojnë stafi për shembull, o shef që kjo s'o ka ndel mirë ose diçka. Pa herën e parë gjithmonë dështon njëri, do të provu herën e dytë, herën e tretë dhe herën e katërt. Derisa Nëse dërzohesh me të parën s'ke bërë kur gjë. shkojmë me pyetjen tjetër. Dhe që jetë me e lehtë. Nuk e di se beni din që shtu me spec me i bo. Në do shpi kontrolu më herët. Mëre beni, Po po fajti mishtin ko- me sa fertë në Fajti siklet. ka milion, disë më kalëzën. So vite servitit të duhen për të mësua artin e hedhjes së kripës me dorën lartë. Si në strejti. Si në sret. Ta është në varë, në që se kuzhinjeri ka këmishë me mangë gjatë, atër komplet kripa e mrana, kështu që nuk S'ka jetë nevojë. mishë, që s'ka nevojë. Edhe që ka kënë e letë. Po, vaj, besa. Beni shumë dorën e letë e ki pas për e në verin. Faleminderit, respekt. 2 kafe me, kur të vjen, heb. Se me qunë në mëralta ma shtrejt kafe, të heb ma lirë këna. Në heb. Heb. Që kjo ka pyetjen vespec. A po, a? Hajde. Dhe do kjo kujti firgosh nga shumë, pronarit apo gruas? Opa! Hajde, tash gruja është ty të këqyre në verë, pronari është ty të këqyre. Kështa. Dhe që dhe mëj mi thëmë të 2 fjallë për gruën të ame, është Po, me të patjetër. vërtet është një angel. Kështu që nuk ma mërë mene që ju friguën aso, nëse njërë nuk friguët për angelet. Po. Me pronar që 24 vjetë kemi një bashkëpunim shumë të mirë, shkelqyshëm, që deri me sot nuk e di një herë që ka ardhë, ose më ka qërtu për diçka që kumë po gabem ose diçka. Kështu që nuk kam nevojë më jutut të dëve dhe sa jemi mirë, si me punë, si me shpe. Dhe me thonë nuk i frigohesh as grus, as pronarit. Kujt i tutë është o e në verë? Pa, të lumit Allah, ju të të bikrejt. Edhe qatë. Edhe qatë. Okej. Mirë, po ja del t'i pytjeve të benit. Mirë. Si me pas porosit. Je shef në kuzhinë, por aja shef në shpe. Unë e këtë pyetje pak më herë të tërgova. Në shpe është gruja shef, jashtë jam unë shef. Kështu që kemi 2 udhë të dame. Kështu Sa i që përket se jemi në flak- regull. Po. Ajo vendos për fëmijët, për familjen, për të gjitha. Për gjithë. A vendos edhe për financa? Por Se financa, ti sjell financa. por financa, zakonisht pyet ka si kretë grote tona që jo perdet janë bo vjetra, Duhet mi ndru. jo të pijat. Çka thuti? Po gjithmonë e ka nonën në krah.
A po? Si nona thot po, la, jo jam do të minëru se më të, e tash ku thot nona minëru, thu, okej, pengoj gërumë, pra, dhe që me marru qefin edhe gërus edhe nonës. A po thu edhe ti si kur ai burri kështu i fort që ka thonë, unë e gjithë e kom fjallën e fundit të shtëpia. Po. Kur thot gruaja, po shkoj te nona, unë i thom, ani. Qashtu është, qashtu të beselun. Edhe pyetja e pestë, Atë vjen një herë mi thonë menaxherit, ose pronarit, e lije këtë punë krejt, se s'merr vesh ti nga kuzhina. qysh edhe një? Lije këtë punë krejt, se ti s'merr vesh nga kuzhina. Okej, do me thonë mi thonë pronarit ose menaxherit le këtë punë krejt. Menaxherit i thamë, nuk e kam problem. Me pronor s'm ka rastis dhe sot më thonë që lije këtë punë krejt, Nuk kanë kur s'kanë përzi. Se pronori gjithmonë më ka rënë durë të lira, më ka thonë vendos, vetëm du të me di që këthe mbropa në ko, nëse të vim bështite na kineve mas. Në këto momente, unë dua të ta jap edhe një dhuratë të emisionit tonë, se na të kemi ftu normal se të kemi mik. Faleminderit. Kemi një respekt veçantë për ty edhe për kompaninë që punon. Mirë po, edhe të themi kështu se ti ke kultivu edhe gjenerata të reja aty që kanë ardhur edhe në Emerald edhe në Hebe dhe shumë, mos thëmë që ata 700 punëtor, po një 600 janë mësu prej teje. Prandaj e kemi edhe një dhuratë të veçantë për ty. E punon si e qëndisi për ne, ndërsa vjen te ti dhe kjo është të kemi në majë gjuhës se jesh shembull për të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për të gjitha recetat deri sot që i ke sjell në emisionin tonë, të faleminderit edhe për mundin që do ta bësh më vonë, ndërsa tani e kemi vetëm edhe një lojë në fund, praktikisht që kjo është fletorja e tregimit të në majë gjuhës dhe këtu unë do të preferoja në rase mund të shkruash një fjali për emisionin ton. Edhe miq të nderuar, para se Enveri ta shkruaj këtë fjali dhe ta lexojmë ne se çfarë ka shkruar, unë do të preferoja që ta ndjekim recetën e Mamadeus, recetën e bebit. Të dashur miq, përshëndetje. Sot na ka thirrë Xheri mysafir. E na shqiptarët nuk bën me shku kërkujt duar thot. Për atë arsye sot un kam vendosur që Xherit me i çu patallxhan me salcë kosi. Një recetë shumë interesante edhe shumë e shijshme që ju pëlqen të gjithëve. Ta bojmë bashk. Un më herët veç i kam marinu në krip patallxhanin e zi, për shkak se ndonjëherë din me qenë pak më i hidhur edhe ja hek atë idhtësin kripa, po për me po edhe jo qenë këtë mënyrë, veç i vendoset për mbi edhe lihet gjysëm ore ashtu, edhe ja hek edhe lagështin edhe idhtësin. Pritet në radhë si që po e shini, nuk ka ndonjë filozofi të madhe, edhe veç vendoset për fërgim. Atëherë të dashur miq, patallxhani veç është fërgu, është përzi mirë, unë e kam fërgu gjatë. Këtu kam ajk kosi edhe kam kas. Tash kom e pas këtu edhe kripën euroni, cilën dani mundeni me përdor, ndaqit aura, që është kripi malaje, ndaqit këta tjetrën salz që shkruan është krip deti, të dyjat janë perfekt. Po i hedhi edhe majdanoz, edhe pluhur hudhre. Pluhur hudhre se nuk më kish met hudhër mu këto, për ndryshe pritet në rrath hudhra edhe qitet. Po, me disa raste, ma shumë pëlqen pluhur i hudhrës, për shkak se nuk e nin ashtu kërc të bo kur e përtyp. Edhe është që kaq e thjesht. Që kështu, përzihen, ideale është masi të e përgadisni këtë salcë, me qëndru në frigorifer
paktën edhe për gjysmë ore, për shkak se hudra e liron aromën e vet, patallxhani e liron aromën e vet, edhe krejt veç bohet ma e mirë. Sipër, për bukuri edhe për pak ma shumë shije, vaj ullire, edhe pak majdanoz kështu, e unë për ju thomë kolegëve të mi mos guxoni me prek se këtë recet direkt të gjeri këmë e qu, e ne shihemi prap. Miru pafshim. Këtë thonë e kom lezu dikon, këtë të fundit, është lumturia nuk është ajo që dëshiran, po është ajo që e ke. Të thonë, me një fjallë, më konë një kënaqë me ato që e ke. Që një dëshiran shumë, po së mund me arrit gjitha. Absolutisht. Të jesh i lumtur me ato që e ke. Dhe kjo praktikisht i bjen që ne duhet të jemi të lumtur me këtë që e kemi. Me këtë që e kemi, me këtë emision që jemi ty e ba, me mysafirët që i kemi, me të gjitha, fundit edhe me qatë buke lëngë. Qashtë. A është qashtu? Qashtë është. Shumë e bukur, shumë fjali e bukur. Shumë faleminderit. Dhe miq të nderuar, këtu përfundon pjesa jon e bisedës me Enverin, vetëm deshta me të pyet. A ka intervistu dikush ndonjëherë për jetën tënde? Jo, është hera e parë. Është hera e parë. E miq të nderuar, ne jemi mësuar kuzhinierat me i pa, shefat me i pa, sus shefat me i pa, të gjithë jemi mësuar të hajmë prej tyne, jemi mësuar të kënaqemi nga duart e tyne dhe shumë pak pyetemi se kush është atje mbrapa në kuzhinë, kush është ai personi i fshet që na pregadit me hangër, kush është ai person që na bën të ndjehemi mirë, se një pjatë e mirë të bën të ndjehesh mirë. Unë kam vendosur që gjatë vitit ta kem çdo muaj nga një shef të mirë të Kosovës, të Shqipërisë, nga një shef të mirë shqiptare, pse jo edhe të huaj, në mënyrë që praktikisht ta jap atë falenderimin tim personal, por edhe të komplet emisionit ton për këta punëtor të palodhshëm në vendet e tyre të punës. Se kohëve të fundit janë bërë edhe yje, shefat ty dalë në për rrjetet sociale, në për, do me thonë, portalet të ndryshme, por ata që vërtet punojnë si kur Enveri nuk kanë kohë me dalë në rrjetet sociale, prandaj na i japim atë mundësi që të tregojnë pak për veten e tyre dhe për punën që e bëjnë. Enver, të falemderit shumë për kohën, dhe të falemderit për gatesat që do t'i bësh. Falemderit shumë. Shifemi në kuzhinë. Patjetër, aty e kam venin. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, unë erdha t'ja tregoj kuzhinën e Enverit, po zeqa i shkon pas rahatu krejt, kuzhinën e ka zaptu. Ty ja nis prej këndej, do me thënë, ka pru zarzavatet, e ka pru salcën, ka pru puterin, të gjitha, mishi, buka, patatet vesh i paskezi. Enver, qëtu e kam filterin, e kamelotit, mësu frigo me përdor, është fantastik, vitaminat, mineralet nuk i hek, kështu që nuk të ndikon në shije të ushqimit. Do të thot e përdor këndej, qyre që tashun e talshaj kështu, prit. Andej mundesh me e përdor, edhe jemi në rregull. Pra, sot për emisionin e Majit të Gjuhës, kemi vendosur me pregadit kotlet viqe dhe medaljan viqe. Si bajlage, vinë patatet bebi, kemi edhe risotën, do bëjmë edhe një pas farfalo, që do bëjmë me sos pesto, dhe me këto receta do shërbim edhe 3 lloj sallata, 2 lloje të kanapeve, kemi vendosur kanapin me salmon të mosur, me tënë, me salam, me tomatë mozzarella, do bëjmë diçka me këtë kolegën tem, do perimet fresta, patjetër. Kështu që pa humbur kohë, na startojna me përgatitjen e kanapeve.
Ta shkojna me prerjen e biftekit në copëza të vogla, furo medaljonin, edhe më pas e bëna marinimin me vaj ulliri, krep edhe biber. E marinina edhe pak me vaj ulliri. Këtu veç që kemi paraprakisht përgatitë kotletin e viçit. Tash fillojna me pjekjen e kotletit të viçit. Japin ngjyrën djont, para se ta vendosmi në furrë. Para se me vendosë në furrë, e qemi pakës gjallë. Tash me skuqet e mishit përfundum, tash e vendosme në furrë për gjysmë ore. Paraprakisht furrën e kemi ngrënë në 250 gradë. Voilà. Sa në këtë pjesë pjekët bifteku, në anën tjetër kolega e përgatit kanapet me salman. Pra, edhe kjo është bifteku i përgatitur. Edhe këtë fusim për një 10 minuta në furrë. Lëna bashkë me kotleti që kemi këtu. Tash pa humbur furrë, fillojna me përgatitjen e perimit. Përdorojmë vaj ulliri. Në pjesën tjetër vendosim brokolin, edhe brokolin e frogojna në vaj ulliri, krep dhe biber. Në këtë pjesën tjetër vetëm se kemi filluar të përgatisim edhe sallatat, zeqja e ban sallatën shope. Pas kungulleshës, frogojna edhe patatet. Paraprakisht patatet janë të zjera. Të patatet vendosim vetëm krep, biberzi dhe vaj ulliri, asgjë më shumë. Edhe në karrota shtojmë vaj ulliri, krep dhe biber. Tash fillojmë me përgatitjen e risotës. Okej, në këtë tigani tjetër do i fërgojmë kakalecat, të cilën do e shërbejmë së bashku me risotto. Edhe për kakaleca përdorimi vetëm krep dhe biber, dhe vaj ulliri zakonisht. Tash i vendosmi farfalet për i zi. Do na nevojtojnë diku një 8 minuta edhe farfalet i kemi gati. Domethënë risotto veç se është në përfundim e sipër. Farfalet na nevojtojnë në 5 minuta. Paraprakisht derisa të zihen farfalet e përgatitemi sosin. Sosi është sos pesto. Super. Edhe me perime përfundum, edhe kanë mbetë edhe këpurdhat për fund, mirë për këpurdhat i servojna si për biftekit dhe kotletit. Edhe këpurdhat i fërgojmë vetëm me krep, biberzi dhe vaj ulliri. Edhe kjo recet është e përfunduar. Farfalo me pesto. Pse farfalo? Okej, tash më me këpurdhat edhe i qesim sipër biftekut.
Edhe pjesa tjetër e këpura, edhe këto qesmi sipër kotletit të viqit. Mysafirët tonë kanë me hangër sot prej durve të shefit të Emeraldit, prej durve të Enverit edhe të Zeqës, sus shefit. A jeni lodh? Jo pak. Jo pak, shumë do më thonë. Mirë knatësisht. Mbëlsira që i ka pru Rudi, na këty në herë shes puslica i kena thonë zdi që shi thojnë kështu shep. Që shi thojnë që ty në shep? Puslica! Zdi që shi thojnë shqip, po janë shumë të shishme dhe shumë të mira, se unë i marrë shpeshte në Rudi, edhe që to i marrë shpeshte mama Mantia, edhe këto shpesh i hate Hotel Emeraldi. Unë të falenderoj shumë Enver ty edhe Zeqën, falemderit shumë, se në deri sa une Enveri kena bo muhabet, ti veç i ki bo të gjitha para pregaditjet, ndërsa miq të nderuar këto momente, po presim me në ardhë mysafirë. Mirë se ka që vole, a je mirë. Që, një pje, unë s'kom nga tu, asjo ni, unë veç muhabet kom po. Apo, valaj. Leni, mirë se ka që. Dottore, ty, a di qka, ty duhet me ta dediku mbromjen për pozicionin që e ke marrë në Qekuke. Urime, inshallah të shkon marrë, inshallah nuk vim. Aleti, inshallah nuk vim. Gjithmonë kam thonë, gjithmonë nuk bëheni për mjek. Po, njashtë, hajde urtoni. Diçka e vogël. Po, Gjithmonë ka vënë për lullet në shtëpi. Gjithmonë, shumë faleminderit. Hajde urnoni, hajde pa e. Hajde nu shpas liu. Po njëhe. Po njëhe. Sot për juve ka gatu shef Enveri i Hotelit Emerald, është njëri prej shefave me cilët ne kemi bashkëpunu. Prej vitit 2011. Prej vitit 2011, 14 vjetë. Sa herë kemi pas nevojë, shef Enveri ka qenë aty, edhe kur nuk na ka thonë jo vetëm shef Enveri, po dhe komplet stafi i Hotelit Emerald. Kjo ka delegue, ka qu Zekën, ka qu tjerë, por gjithmonë na ka ndejt afër, ashtu na ka ndejt edhe sot. Edhe krejt që kjo pjesë që këtu besallar ka me krejt, pos që ato që ka punu une, edhe që të dhja, krejt në fund e shef Enverit edhe të sus shefit Zeqës, i cili gjatë kohës sa kemi bashkëbisedu në Enveri, a i ka bërë të gjitha para pregaditjet, mu i me thonë që i lodhë, se kanë punu në kuzhinë, që s'ka lidhje me kuzhinë hoteliere, dhe me thonë, i kom shtin gusht, edhe i kom shtin të lashe, apo të se ta s'podhezët. Enver, këto për duke në mrekulli veç, tregoje që ka ki pregadit. Ko, one me Zekën, bashkë që nga pregadit me Zekën, falë, medaljan bifteku, edhe kënë vërshit kotlet viqe. Perimet të frasta,
salsën e sosit kurrë, kanape. Kemi bërë një pastë farfalle me pestë sos dhe risotto me kakalica deti. Dhe 4 lloje të salata. Edhe risotto. Po, risotto. Edhe risotto, okej, shumë bukur. E tash, të gjithë i keni gotat, pjatat i keni këtu, pirujt edhe thikat i keni këtu, mos pritni që unë rrin komë dhe ju bëj hizmet, se heq kur s'kom bëj hizmet. Më shëni ushqimit, se ushqimi është shumë i mirë dhe unë e mendoj që po preset diqa. Kështu që mos hezitoni me hongër, mos hezitoni me pi, për shkak se kjo darkë është truk për ju. Ja vazhdojmë të gjithëve. 100 herë kemi thonë kena më mbledh, s'kena mbledh, e ta shumë jata. Veça risotto packo ka pundo fitorisco ka. Të se e dëvënitës vohë. Hajde urnoni. Çfarë bëj djathi? A din çka, çu zemra jeme, merre djathin vet, e zgjedh djathin, unë e për ta bide në cilën pedon? Bardën atë zezën. Qyre, djathi kvalitet, i promazherit, edhe shi wine zgjedhe. Cilën pedon? Bardën. Bardën zemër ta bi, zezën për marrë të bi. Rina jemi rendit si sardina. Edhe me të ndëgju ty, çka po na këndon rrush sonte? Po filloj me dy këngë bukra, se sonte jam pranë dy këngë autorëve të mrekullueshëm, që është Naim Krasnici dhe Avnis Shaili. Naimi është the best. Edhe do filloj me këngën Kënde puthi në buzët e tua. Mandej do vazhdoj me Dorëzohem e kështu me radhë. Bukur shumë, okej. A e përcjellim? Kënde puthi buzët e tua, sonte kujti japin shpres. Kënde puthi buzët e tua, gjersa shpirtin poftes. Kënde puthi buzët e tua, sonte kujti japin shpres. Kënde puthi buzët e tua, gjersa shpirtin poftes. Qoftë vallkuar dita kur të pash, qoftë vallkuar nata kur të dash, por hirtën e tëve pa gjumë dhe ledhatimeve pa fund, por hirtë malli që shuam, më mirë të heshti se mjaft gabuam. Por hirtën e tëve pa gjumë dhe ledhatimeve pa fund, por hirtë malli që shuam, më mirë të heshti se mjaft gabuam. Hajde Rina! Buzët e tua, sonte kujti japin shpres. Kënde puthi buzët e tua, gjersa shpirtin poftes. Kënde puthi buzët e tua, sonte kujti japin shpres. Kënde puthi buzët e tua, gjersa shpirtin poftes.
Qoftë mallkuar dita kur të pash, qoftë mallkuar nata kur të dhash, për hir të natëve pa gjuhë dhe ledhatimeve pa fund, për hir të mallit që shuam, më mirë të heshtim se mjaft gabuam. Për hir të natëve pa gjuhë dhe ledhatimeve pa fund, për hir të mallit që shuam, më mirë të heshtim se mjaft gabuam. Bravo! Bravo Rina, bravo! Vetën e frenova urgjentisht, vujta u tranova marrëzisht, je gabim më thonin shok e miq, unë ata i shija si armiq. Vetën e frenova urgjentisht, vujta u tranova marrëzisht, je gabim më thonin shok e miq, unë ata i shija si armiq. Dorësohe, por ndjehem vitimtar, dorësohe, nga kjo dashni e marrë pse me dasht, e pse me vujt për ty, kur s'meriton as t'je grim dashni. Dorësohe, por ndjehem vitimtar, dorësohe, nga kjo dashni e marrë pse me dasht, e pse me vujt për ty, kur s'meriton as t'je grim dashni. Lotët i kam shi pollu thash, zemrën e kam byll të nxorra jasht, dhe pse shpres paska dhe për mu, sa t'kam dasht as tani s'të du. Lotët i kam shi pollu thash, zemrën e kam byll të nxorra jasht, dhe pse shpres paska dhe për mu, sa t'kam dasht as tani s'të du. Dorësohe, por ndjehem vitimtar, dorësohe, nga kjo dashni e marrë pse me dasht, e pse me vujt për ty, kur s'meriton as t'je grim dashni. Dorësohe, por ndjehem vitimtar, dorësohe, nga kjo dashni e marrë pse me dasht, e pse me vujt për ty, kur s'meriton as t'je grim dashni. Dorësohe. Bravo! Faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit. Gëzuar shoqni e mirë. Kur e përcon dha ylberin, ktheva hyrano, kur ja pash manzerën e varur, ja lapa belot. Kur e përcon dha ylberin, ktheva hyrano, kur ja pash manzerën e varur, ja lava belot. Mos e laj me loto i zano, mos e laj me lot, se shkoj viti pare moj zano, forse
sot. Mos e laj me lotoj sano, mos e laj me lot, se shkoj viti pare moj sano, por si dita sot. Shkuan muaj, shkuan vite, zemra mbuto shflak. S'nalan hale, s'nalan derte, me jetun e bash. Shkuan muaj, shkuan vite, zemra mbuto shflak. S'nalan hale, s'nalan derte, me jetun e bash. Oj liberita dëso, a thum ke haru, vitet e gurbeti dilber, qoshin të mallku. Oj liberita dëso, a thum ke vitet e gurbeti tagon, o qoshin të marku. Bravo! Vajta në Istanbul, të bëj pazar dhe për kujtim të ble një vazo batë. Paqe dhe selam, usta poqar dhe vazo më të mirë për mua ku e pate. Vazo janë nga dora se shmëra, dhe mu bën 25 sot. Merdi rotull deti marmara, e dyqani turk mu hap si grop. Pa më shau po qari rënd turqisht, unë ja ktheva shqip dhe më në tirash, për që di po qari në kolekst, veç 2 pika lot në syja bash. Mos u quen këtur këj musliman, unë e shajaj më dur në qan, vazo tjena mori në dyqan, dhe më tha më shaj pa shbesë në pran. Shere di si unë tha jam shqiptar, që vëllat i sham dhe njëher, fjalla shqipes bjet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam djerë. Vazo janë nga dora se shmëra, dhe mu bën 25 cof, merdi rotull deti marmara, e dyqani turk mu hap si grop. Pa më shau po qari rënd turqisht, unë ja ktheva shqip dhe në më në tirash, për që di po qari në kolekst, veç 2 pika lot në syja bash. Mos u qërë këtur këj musliman,
Unë shajaj më du në qam, vazdo tjera mori në dyqan, dhe më tha më shaj pa shvesa në pra. Shere ditë si unë tha jam shqiptar, Shqipëllat i sham edhe njëher, fjalla Shqipes bjet në pazar, në dyqan ka kosh që se kam djer. Fjalla Shqipes bjet në pazar, unë dyqani ka kosh që se kam djer. Bravo, Rina. Që kjo këngë ma përkujtoj një rast kër kemi qenë krejt kabareja, ishim të të shkum Stambol, edhe ishim një dulim me Sevdain e mojnë mendë dhe dulim unaj për shetitin ton ditën, që ashtu na dytë bashkë, që bilim kër u këthym se a i si kishë ndruve të parët, unë i ndrova paguisha, kër edhëm të hotelin, a ishim një dhomë, penziri kartelin për me qelë, tha ja që tu s'pët lo, tha leva mu. E qeli me kartel të vetën, nejse, edhe tash përshkojmë dorë këti, tash sa ishim dhe të vetë kina qenë që qështu, kur për njerë Sevdaja tha në qana... A fërdita, edhe për thët Sevdaja tash tu nej, tha adin qana e bo një vakimu e menës, tash unë e po mendona, që ka në bo një vakis, në bo një ku shkej dita normal, adin, tha shkum na kur preshojmë atë pëqarin, pjase i kange. Edhe na të kujtu sa i ka qef me e shojt, tha hini mene e bo një ja bo një, kur të këthyaj, i juve Kosovarve këtë vazot mi murët e ajo ka qene e fafave. Mos më ndrogotën, vetëm ti mushe, do pio e akull shumë sjen. Dua të dehem, sonte të prehem, do të pi e lejtë del kude. Sonte s'ka fajron, edhe pse është von, krejt dënime ti paguj. Nuk e din ata se ajo më la, dënoni se ma keq nuk ka. Sonte s'ka fajron, edhe pse është von, krejt dënime ti paguj. Nuk e din ata se ajo më la, dënoni se ma keq nuk ka. Rezervuar është muzika, vetëm për mua do këndojnë ata. Këngë nostalgjike për një ishmike që e kam dashur por ajo më la. Sonte s'ka fajron, edhe pse është von, krejt dënime ti paguj. Nuk e din ata se ajo më la, dënoni se më keq nuk ka. Moj margjel, mori malsore, çkam ke bo moj ment mi more. Ku je nis, o moj me shkue, Ash po nalesh pak me muë, kam një hall me ta diftue, du me thonë, o moj sa të du. Margjelo, mori margjel, qil ma syni, qëm kem shel, moj margjela e malsi,
zashumisht Margjelo, mori Margjel Si një gongje, faskeqe Gongje durja se mi Thuj një fjale, po të qoj shpi Kur djeli puth qyteti Dal të prestesha dërbani Më bus qesh, më bus të zjartë Thell në shpirt më do gjimani Po të pres pëllumbi i bardhë Krahtë të ëndrat e mia Valsit që nga dashunia Më e fshet se fshetësia Të ndroj natë për natë Este kam para Të ndroj natë për natë O shpirto gjak Hape zemrën shpirt Se më mbyti malli Kam dy fjali ruaj për ty Do t'a puti buzën e zjartë Do t'i puti Hape zemrën shpirt Se më mbyti malli Kam një zjarë ruaj për ty Do t'a puti buzën e zjartë Do t'i puti sytë e si Aj maestro, shkojmë shumë lata, se qyteti Dal të prestesha dërbani Më bus qesh, më bus të zjartë Thell në shpirt më do gjigjani Po të pres pëllumbi i bardhë Krahtë tu ëndrat e mia Valsit që nga dashuria Më e fshet se fshetësia Hape zemrën shpirt Se më mbyti malli Kam dy fjali ruaj për ty Do t'a puti buzën e zjartë Do t'i puti sytë e si Na imi shkojmë Hape zemrën shpirt Se më mbyti malli Kam një zjarë ruaj për ty
do ta puthi buzën e zjartë, do t'i puthi sytë e zi, do ta puthi buzën e zjartë, o do t'i puthi sytë